pse kom fillu me akullore. Kjo është edhe pak si hobby, më spari, tëna është dëshira madhe që munësh me pas për pasqyqëri, edhe kështu. Humbje e madhe kur njeri e humb prindin, kështu që është baba është shtylla shtëpisë. Është kroj djallë jemi, po fatkeqësisht ndonjëherë Zoti, jo ndonjëherë, por shumë herë Zoti s'na pyet neve. Më kalon shumë, po një për ty më abeden është nona, që më ka thonë abeden amanet e ki nona. Mirë. Gjithë mirë, a? Po. Andërë me qa merësh? One, punoj me akullore. Akullore. Që sa vite këtë punë e bënë? E bëj që 5 vite. 5 vite. Është biznesi juaj apo kontore? Po biznesi jam. Biznesi juaj, personal? Po personal. Atërë sa është leni famën, një biznes me pas, sot. Nuk është që është edhe letë, po çdo sfidë njeri mundet m'ja kalu. A dhe kënë fillimet, pse pikrish ki fillu me këtë, dhe me dhanë me këtë restorant të mbëltoreve, të akulloreve? Pse kom fillu me akullore, kjo është edhe pak si hobby, më spari, tëna është dëshira madhe që munësh me pas për pasqyqëri, edhe kështu vazhdo. Tëra kjo ide kështu? Këtë ide është diçka që është hobby lind njeri me hobby, me një hobby, e këqaj është ideja që ka. Sa vetë më vjen një famër, që dhe më thonë sot një biznes, dhe më thonë e udheq. A e ki dikon për kraje? Po familjen. Familjarë, Po. Gjithë familje? Jo gjithë, po gjithë e kom pas për krajen për familjes, për vllahut, motrës, nonës. Po nona dhe nona, motrat aty? Jo, motrën e kam të martu me jashtë, vllahun po, vllahun nimon, punon. Ju gjatë kohës, a dini që një shefit aty apo marrë si punë? Ja, s'ka shef abeden. Në momentin që e thirr vetën shef, atëherë nuk mundet asnjë biznes me funksionu. Shefa më konë? Po dëshira dhe mundësia kanë herë janë larg njëna tjetrës. Klienta më thonë, më falë, po si punëtor me ditë, po më ditë që e një shef. Po shumë herë më ndodha, abeden që unë i thëmë jam veç punëtore këtu, edhe asnjëherë nuk e prezantoj vetën që unë jam shef. Po qenë të si janë i personit është ka që mirë të ju, kështu, po qenë që nuk ja jepni që na jeni shef. Ja, asnjëherë, nuk ndodhë kjo punë. A i përdu në herën një jetë për një gabim që e ki bo, që sot i pishmanë? Për një gabim njerës normal çdo herë gabojnë, por nuk është që kom puna i gabim të madh. Edhe nuk ka. Çdo gabim përmirësohet me ne, do të më kërku falje, po nuk ka ndonjë gabim që më bën më pendu përjetësisht. Qa ke pëse për gabimov? Që to gabimat vogla që ke pas? Po njeri gjithmonë mëson për gabimov. Kështu që kom mësu shumë sene. Kjo është apeten. Nëse kom gabu, për marrë shembull në fushën e drejtimin e punës, atëherë ju mënu gjithë me bu, me përmisu që atëse, me bu ma mirë dhe kështë. Po gjithë për ty jeta, si ka qenë? Shumë e mirë. Unë e menaj që më varët se kur rritët një fëmi, që ajo çfarë kulture e merë, kjo e bën një fëmi me hitë se rrugës tëra. Kur rritët, kur fillon, se shka zgjedh, shka dëna i fëmi, se shumë herë ndikojnë edhe prind në kulturën që e japin fëmisë. Farë këshilla prindja dhanë për kulturën që sot e keni këtë kulturë? Prindve, që mu mirë sa ma shumë e fëmi, mi dhonë një kulturë. Fëmive që kjo është apeten. Së momentin që mirën me fëmi edhe i japin kulturë, i edukojnë mënyrën e duhur, kjo është apeten që gjithmonë mos të të se fëmija ka me të ecë para. A dhe bërë që a ki diqka që shoqëtinja e rredi se din për ty, po ti e ki e din atë tanë me bërë? I natin shumë. I natin, po jo për kesh, për pozitiv. Po di që ata që kanë pak not edhe arrin. Unë kam shumë. Kjo është. Qësh, dhe më thënë, kur ti do në me arrit diqka, nga të regon një moment interesant që i ki shamën? Unë gjithmonë i thëmë vetës, në menjën tem, jo kështu. I thëmë që të mëj me bo dhe e bëj edhe i thëmë po. Po në shta bëden kushtet janë zero për me arritën qatë punë, po kur ti e dën një punë edhe një sen me zamër, edhe fokusohesh qatë punë, e arrinë. Sakrificët më të madhe një që e ki bo drejtash, qëla është ta? Sakrifica më e madhe drejtash që e kum bo. Ka shumë, po e kisha do një moment që është ma shumë jo sakrificë, po vështërsi për babën tem, ndjerin, që ai s'jetën ma që 2 vite, kjo është apëtin për bolja, sfida më e madhe njerëzve është
kur përballon me kancer familjar të tymve, jo veç persone, po sfida që kjo është më e rënda, se mjekësia është shumë e rëndë këtu në Kosovë. Do të thotë abeden, unë shumë herë e shef mjekësinë këtu që e kanë kthy biznes. Që kjo është dobësia më e madhe e popullit tonë, e shtetit tonë, që nuk fokusohen mjekësi, nëse s'ka mjekësi edhe ligj në këtë shtet, na pse do të më jetu. Sa do t'i bën biznes, çka do bën, momentin që ti e ke shëndetin, jo mirë kur të ballafaqohesh me mjekësi, nuk të vjen kur qofi më. Hajde, humbje goxha e madhe që akoma unë e di që keni kujtimet e freskëta për të humbje të babait. Sa kohë keni humbur më fal babait? Me 12 korre ke bën 3 vite. Që 3 vite. Është një humbje e madhe kur njëri e hub prindin, kështu që është baba është shtylla e shtëpisë. Është kroi i djathtë jemi, po fatkeqësisht ndonjëherë Zoti, jo ndonjëherë por shumë herë Zoti s'na pyet neve. Është diçka që krejt kena mu ballafaqu me vdekjen, po çdo njeri tonë i uroj veç shërim. Edhe një thirrje kisha pas për qëtujt, për doktora, për gjësi, për shëndetësinë edhe për ministra dhe për krejt, që ju kisha luta bëdim pacientat me trajtu si pacienta, jo dikush mu klasifiku në kategori, se jo krejt i kanë kushtet ekonomike të mira, jo krejt mundën mja dalë. Të pak të na bëdim, që ati personi që është i smut familjarve, mos i vjen keq nesër, mos a keni brengë që ata s'kan mujt me pas pare ose diçka me mjeku atën. Që të brengë mos e leni për mbrapa familjarve. Si e kishit ju me babajin e ndjerë që keni? Jo, fatmirësisht na ekonomikisht jena qëndrojmë shumë mirë, nuk është që e kem pas. Po ti kur shkon aty dhe i shef të tjerët se shka vujnë, atëherë ty qëtohet dhimbta ma shumë. Apo kupton? Po edhe ti kur ekonomikisht je mirë edhe dush me vazhdu privat, prapa vëdin të e kini brengë se asë njëni njëjtë nuk të thëtë, se cëllë e ka interesin e vetë. Jetës babajit, sa i më duar afer mi qëndru? Vazhdimisht që më konë afer, dhe i momentin e fundit. Faleminderit. Ato porositë e fundit i la babajin ndjerë? Ai më kalon shumë, po një për ty më abeden është nona, që më ka thonë abeden amanet e ki nona. Po, që sësi. Unë po të shoj që ti po kujdesesh për të, se dukesh përdore, dukesh vajzë shumë e fort, përshpesoj që t'jen kaluse këto, pa Zoti, ju sa t'jetoni, ta kujtoni, të roni ta kujtoni. Faleminderit. Po do në fund, kisha pak emocione dhe unë gjatë kësa intervjista me të falë. Ta përmbylli me një mesazh, i kem gjallë dhe më thënë, nuk ja dim shumë rëndësinë. Sa i kemi gjallë që nuk ja dim më rëndësin, është kujdesoni, jep një dashni shumë, se një dit kam ju mungu shumë, po nuk keni me dhonë këtë botën, gjithë shka kësha, keni një gjendje pjesë të trupit me dhonë, po ajo ku më nuk thejhet. Gjithë sen për në me kohën e dur, në vendet e dur. Gjitha këto kaluse thash, të urej ma të mirat, suksese shumë. Faleminderit shumë edhe juve, ju rejtën atë mirat, edhe krejt shqiptarëve. Jo të shëndes, gjithë mirat, suksese, faleminderit shumë.